E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Do të komentojmë pak për lojën në fermë, do të komentojmë pak për banorët në fermë. Unë gjithmonë them, uroj me zemër që këto banor të mos të jenë kështu në përditshmërinë e tyre. Por kjo të jetë strategjia më e madhe që ato i ka rëmbyer dhe duan të kapin çmimin për 200.000 euro. Në fillim, të gjithi duar trokitëm dhe menduam që këto banor do t'jepnin zgjuarsin, do të regonin jetën e bukur, do të flisnin për librat, do të flisnin për romanet që këshin lexuar, filmat edukativ që këshin parë, por jo. Jetojmë në një kohë kur reality show bëhet edhe më i tmerrshëm. Tani imagjinoni se çfarë bigu do të kemi vitin e ardhshëm. Tmerr. E dhimbshme është fakti që Malbora u largua nga ferma. Okej, u largua. Malbora ka thyer rregulla, okej, ka thyer rregulla. Si ka respektuar sfidat? Okej, nuk i ka respektuar sfidat. Nuk i ka respektuar sepse në fund të ditës dhe banorët e tjerë kanë bërë çka kanë dashur. Nuk i kanë respektuar. Për shembull, Jona nuk respektoi sfidën të baglave. Gjithashtu edhe Jonida në atë kohë nuk respektoi sfidën e bajkës. Domethënë nuk është Malbora e para që nuk i ka respektuar, por okej, le të themi doli. Tani, a duheshte Sara të largohet nga ferma? A duheshte Gresa të largohet nga ferma? Me patjetër që po. A duheshte Ola të largohet nga ferma? Me patjetër që po. A duhet Adioni të largohet nga ferma? Me patjetër që po. A duhet Iliri të largohet nga ferma? Patjetër që po, vlla. Japin mlef, me thënë, japin urrejtje, kërcënojnë. Dhe unë nuk e kuptoj cili është rregulli që duhet më së shumti thyer për t'u larguar nga ferma. Më duket që në fermë rregullat janë krejtësisht ndryshe. Tani largohet Akili, kot, qëndron Ola dhe Gresa duke kërcënuar. Domethënë, Gresa thot, e kërcënon produksionin, thot, o unë, o moza, njëra dysh bëhet këtu. Domethënë, ti tregon forcën tënde kundërdrejt një produksionin dhe produksioni nxjerr Malborën. Do thënë, mua më duket kjo jo normale. Unë mendoj që vajzat, çuditërisht në këtë fermë, kanë filluar që të tregojnë një inat të madh kundërdrejt njëra tjetrës, që a është kjo fotografia e shoqërisë? Po, është kjo fotografia e shoqërisë. A mundohen vajzat që t'ia nxjerrin syt edhe t'ia jepin mishin me thonjë femrës që po tregon sukses të jashtëzakonshëm? Po, mundohen. Ja ku është shembulli që po mundohen ta bëjnë. Domethënë janë bërë disa goca bashk, duke u munduar që ta degradojnë dhe ta nënshtrojnë mimozën në ligjet e tyre. Domethënë janë duke bërë presionin. Dhe kjo gjëja realisht nuk po komentohet as nga opinionistët, por nuk po flitet as nga produksioni, ëh. Domethënë opinionisti duhet të jetë në qëndrimet e vet. Opinionisti duhet të godet. Jo një opinionist të përkëdhelën formatin, sepse formati është i suksesshëm, kjo nuk ka diskutim, formati këtë gjë do. Formati do faktin që urdhëro Gresa, bëju ti rezili botës, të fitoj unë. Por nuk është e bukur që këto femrat japin kaq urrejtje kundërdrejt mimozës. Unë mendoj që me daljen e Malborës duheshte edhe një 5-6 pas Malborës të dalin, që fermat merrte kuptimin, sepse janë duke treguar një urrejtje të madhe dhe janë duke bërë lloj-lloj gjërash që mimozën ta degradojnë dhe mimozën ta ulin në tokë. Por nuk arrin dot ta kuptojnë që mimoza vjen nga një jetë artistike shumë e vështirë. Këto gjëra që këto vajza i bëjnë sot, mimoza i ka kaluar më herët. Më vjen keq që shoqëria shqiptare në këtë moshë tregon urrejtjen dhe mllefin kaq të madh për njëri tjetrin.